Do të flasim pikërisht për zhvillimet e fundit politike saj përket seancës konstituive të Kuvendit, ku me ne në studio është analistja Fatime Hajdari. Zoni Hajdari, mirë se erdhe. Mirë se vjen tani. Do doja ta nisim këtë bisedë pikërisht me lajmin e fundit, me vendimin në fakt apo përgjigjen që ka dhënë presidentja Osmani Zotit Deharit, kryesuesit të seancës konstituive, ku kërkon që seanca të mbahet brenda 48 orëve, që parimisht i bie të mbahet nesër. Si po gjitha këto zhvillime që ndodhen? Po e pritshme, unë mendoj që është krijuar konfuzitet pak më i madh se që duhet edhe pa nevojshëm për njerëzve të cilët kanë tentuar ta sqarojnë në mënyrë goxha komplekse një situatë e cila parashikohet shumë mirë dhe shumë thjesht në Kushtetutën e Republikës të Kosovës. E kuptoj edhe këtë hutin që është shkaktuar për shkak të ligjit për qeverisje, por megjithatë gjithmonë kur ka paqartësi ose situata të tilla prevalon Kushtetuta. Kemi thënë edhe dje, madje në studio me ne kanë qenë edhe ekspertë të fushës edhe ata që kanë qenë hartues të vetë Kushtetutës të Republikës të Kosovës, që seanca e ardhshme thirret brenda 48 orësh, do me thënë letra që Zoti Dehari ka drejtuar me të drejtë presidentes pas situatës konfuze që u krijua në Kuvend, kur opozita ndoshta në një shkarje sipër, në një huti që krijuan vetë, votuan edhe kundër mandateve të veta, do të nuk pranuan t'i merrnin as mandatet e tyre dhe pastaj u ndërprej seanca. Ky ka qenë një rast i paprecedent, i cili nuk ka ndodhur më herët. Ne kemi pas ndërprerje sepse nuk është propozuar ndoshta emri kryetarit të Kuvendit ose nuk ka kaluar qeveria për shkak mungesës koalicioneve ose të ngjashme, por kësaj radhe ka qenë diçka situatë pak më ndryshe, por megjithatë seanca ndërprerje aty vazhdon prapë në pikën ku ka ngelur dhe vazhdon tutje. Nuk ka asnjë paqartësi dhe besoj që tashmë ky 48 orësh ka qenë kryekput një nguti e opozitës. Se mendoni e opozitës? Përderisa u tha që duhet të jepet dorëheqje dhe më pas të procedohet tutje me verifikimin e mandateve. Në fakt ata nuk kanë votuar për të pranuar mandatet e tyre, mandatet e deputetëve. Sepse kërkonin që dorëheqja të bëhej më herët. Dorëheqja veç kishte ndodhur, po një gjë të tillë ata nuk e kishin parë, por megjithatë qeveria në detyrë tashmë, qeveria Kurti, në momentin që ka arritur 4 vjeçarin e saj, ashtu kështu është ligjërisht që është qeveri në detyrë, sepse mandati i saj ka skaduar. Po kur dorëhiqen, atëherë dorëhiqen nga pozitat e cilat i kanë mbajtur. Edhe nëse nuk dorëhiqen, ata janë të dorëhequr, sepse kështu është e parashikuar ligjërisht. Deshën ose nuk deshën, këtë e përcakton ligji, sepse nuk varet në vullnetin e tyre, as kësaj qeverie, as qeverive tjera apo që janë në detyrë. Mandati u ka skaduar, por megjithatë ata dorëhiqjet i kishin protokoluar, i kishin dorëzuar në mënyrën e duhur. Ajo çfarë nuk kishin bërë ka qenë ndoshta publikimi i këtyre dorëheqjeve që në raste të tilla edhe mund të ndodhë, sepse Kuvendi ka qenë jo funksional dhe një dorëheqje e tillë i është drejtuar kryetarit të Kuvendit në detyrë, që është zoti Glauko Ljuca. Edhe letra e cila u bë publike ishte e paqartë apo kishte disa kontradikta në mes saj. Sepse përmendej që kanë dhënë dorëheqje, është dorëzuar KQZ, dorëheqjet janë deponuar në KQZ, me pas përmenden që janë qeveri në dorëheqje, në anën tjetër u kthyen sërish në zyrat në të cilat ishin. Do të thotë kjo krijoi gjithë këtë paqartësi që bëri që opozita të mos e votojë. Ktu vjen në shpreh ky interpretimi ose keq interpretimi që po i bëhet për juristët e caktuar, sepse qeveria pavarësisht që ato janë ligjet. Po pajtohen, po në momentin që ligji krijon paqartësi, tam prevalon Kushtetuta. Kushtetuta nuk lejon vakum institucional. Nuk nënkupton që në momentin që një qeveri dorëhiqet, edhe nëse nuk e ka përfunduar mandatin, mund të ketë procedura tjera, për shembull mocioni i mosbesimit, gjithçka tjetër. Qeveria nuk guxon të bojkotojë zyrat e shtetit, nuk guxon të bojkotojë shtetin. Po ushtrimi i detyrës bëhet nga të tjerët, Jo, absolutisht bëhet nga kryeministri në detyrë deri në zgjedhjen e kryeministrit të ri, e pastaj bëhet pranim dorëzimi. Nga po kryeministri në detyrë. Sa i përket ligjit i cili precizon që deputeti nuk mund të ushtrojë edhe funksionin e ministrit, nënkupton prej momentit që zgjidhet ministri i ri. Po e zëm si situatë hipotetike. Po tjetë edhe kryeministër në detyrë edhe deputet? Po, absolutisht, sepse ne mund të shkojmë seancë, qeveria mund të mos, kurdo që e propozon, partia fituese mund të mos i ketë numrat prapë, potencialisht në këtë situatë ose në një situatë tjetër, Kuvendi do të shpërbëhet, Kuvendi do të shkojë në një seancë të radhës pas 48 orësh.
kjo procedurë mund të përsëritet disa herë, sepse Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk e sankcionon. Mirë, po presidenti kërkoi që të respektohet Kushtetuta dhe të mos krijohet vakum institucional. Po ashtu përmendja edhe çështjet e tjera, të cilat lidhen pikërisht me seancën konstituive. Pajtohem plotësisht, por megjithatë, kjo është e drejtë kushtetuese e partisë së parë, e cila del në zgjedhje. Kësaj radhe ka fituar vetëvendosin, situata tjera ka pas partitë të tjera që kemi pas skenare të ngjashme. Nuk mohoj, po thjesht kërkoi që të dorëhiqte nga mandatet. Kushtetuta nuk e sankcionon sa seanca të mbahen derisa partia fituese t'i siguroj votat. Këtë nuk e... Seanca konstituive është e qartë, është e precizuar në rregullorën e punës së kuvendit, e cila parashqet po deri në konstituimin e kuvendit të ardhshëm. Për zyrat nuk guxojnë të mbeten vakante, nuk guxojnë të kemi vakum institucional. E pash edhe diku që ishin thirrë në atë që duhet nuk krijohet vakum institucional sepse në zyrat e shtetit ngelet administrata. Para mendon një situatë kur ngelet administrata, mirë, po ngelen në zyrtarët e tjerë, të cilët nuk janë të përfshirë. Një situatë hipotetike kur kemi një delegacion. Se përmendet që pikërisht juristët i kanë interpretuar në forma të ndryshme. Kemi marrë deklarime, kemi pas opinione edhe nga ish-gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, të cilët kanë thënë që pozitat kalohen tek personat e tjerë, për shkak se nuk mund të mbahen dy pozita në të njëjtën kohë. Absolutisht, pse kryeministri në detyrë vazhdon të ketë kompetenca të kufizuara të cilat i ushtron në vazhdimsi. Për shembull, po marrim situata hipotetike që kanë të bëj me mbrojtjen ose me fatkeqësitë natyrore. Nuk mundet dikush tjetër me thirr Këshillin Kombëtar të Sigurisë, ose nuk mundet dikush tjetër me kompetenca më të kufizuara, për shembull punëtorët e administratës ose dikush tjetër që nuk ka kompetencë në çfarëdo lloj situate. Ne nuk guxojmë të bojkotojmë shtetin në asnjë rrethon, nuk është me rëndësi, sot është një subjekt politik në krye të shtetit, nesër ka me ardhur një tjetër. Ky precedent nuk guxon me na u përsërit. Patëm ligjin për qeverisjen, do me thonë janë ligjet e cilat janë miratuar pikërisht nga kjo qeveri dhe që në një mënyrë as këto s'po respektohen. Nuk flet për kryeministrin në detyrë ose ministrat në detyrë. Flet që nuk mund ta mbash pozitën e kryeministrit ose ministrit në të ardhmen dhe pozitën e deputetit që është jashtëzakonisht e qartë. Do me thënë, nuk flet për këto periudat kalimtare, derisa ta marrësh pushtetin e ri, ose derisa të kemi qeveri. Situate pa qenë, do me thënë, kjo është e qartë, sepse në të kaluare nuk kemi pas situatat e tilla. Kur ligji krijon paqartësi të tilla, si në rastin që nuk e dim kujt po i referohet saktësisht, gjithmonë prevalon kushtetuta. Gjithmonë i referohesh kushtetutës, e cila precizon që nuk guxon të ketë vakum institucional. Këtë nuk po e them, vetëm unë, këtë e kanë thënë edhe ata që kanë hartuar Kushtetutën e Republikës Kosovës, ka disa ditë që e thonë, madje janë të shokuar me faktin që dikush prej juristëve ka pritshmëri që zyrat e shtetit të bojkotohen. Ne mund të mos kemi qeveri ose ngërsh politik edhe për 6 muaj, edhe për 7 muaj, kush do të udhëheqte në situata të tilla me shtetin, çka nëse situata të tilla kemi fatkeqësi natyrore, çka nëse kemi ndonjë sulm të përsëritur nga Serbia, kush do të mobilizonte, kush do të ishte përgjegjës në institucionet e Republikës Kosovës, në rrethana të jashtëzakonshme kur deputat nuk janë betuar ende, do të mund të thirrë në situata të jashtëzakonshme edhe parlamenti edhe deputat e legjislaturës kaluar. Do me thënë, situata është jashtëzakonisht e qartë, e ka sqaruar sot edhe presidentja e shtetit që nuk ka paqartësi, seanca vazhdon. Nesër aty ku është ndërprer, deputetët që kanë votuar kundër mandateve të veta. E vetmja paqartësi që mund ta kemi tash tutje është deputetët që kanë votuar kundër mandatit vet, a do të vinë të njëjtit deputet apo ka tendencë për të zaventuar nga partitë me emra të tjerë. Besoj që u dhanë të arsyet, kanë qenë të deklarimet e të gjithëve që si pasojë dorëheqje, për atë arsye nuk u votu raporti dhe patjetër që sigurisht që pjesëmarrja atyre do të jetë në kuvend. Unë pajton, po e konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme, sikur ata të kishin kaluar fazën e parë, atë pranimit të mandateve. Megjithatë, mendoj që prapë kjo do të kishte, kam një reagim të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, do doja ta lexoj këtë reagim pas njoftimit që bëri vendimit në fakt i cili u marr për mbajtjen e seancës nesër, dhe ka një reagim ku thotë që pres përgjigjen e presidentës ndaj pyetjes jo logjike të partisë së parë, siç edhe paralajmëruam në komunikat, seanca plenare nuk mbahet peng e tekeve bllokuese
e intencës ofenduese të partisë së parë. Dramat eventualisht bien me to dhe zhurma që provohet të bëhet propagandë. Seanca plenare mbahet me detyrim brenda 48 orëve, siç u paralajmërua edhe vendimi ynë si grup parlamentar. LDK do të vazhdojë të sillet në mbrojtje të ligjeve kushtetutës dhe sekondemit të vetë Republikës. Këtë punë e kanë deputetët e vendit. Nesër sërish përfaqësuesit tanë do të kërkojnë dorëheqjen e gjithë atyre që me zor duan të mbajnë 2 poste përjashtuese në të njëjtën kohë. Do të kërkojnë si obligim ligjor, si rrjedhë kushtetuese, si logjik demokratike. Do të thotë, insistohet sërish që të kërkohet dorëheqje në pozitat, nga pozitat aktuale për të marrë postin e deputetit. A mund të kemi prapë nesër situatën e njëjtë? Jo, nuk e besoj. Unë edhe reagimin ka pas edhe një reagim ma herët zoti Abdiqiku, ku bën thirrje për këtë seancën pas 48 orësh, do të para reagimit të... Po, ishte një reagim orë më pari. Unë e kuptoj plotësisht. Pas asaj që ndodhi në seancën e kuvendit, unë mendoj që shumica e deputetëve, jo vetëm liderët e subjekteve politike, kanë reaguar për situatën konfuze që është krijuar dhe për faktin që ata nuk marrën mandatet e tyre. Unë e kuptoj plotësisht që e kanë pas të nevojshme të rikthehen pastaj në seancë, por kështu është e përcaktuar me kushtetutë që nuk mundesh me mbajt seancën më herët se kjo 48 orëshi. Kjo është bën me qëllim që subjekti politik i parë të ketë një hapësirë prej 2 ditësh që të bisedoj me parti tjera ose të angazhohet për të siguruar numrat që ta bëjë qeverinë, sepse gjithmonë kur e kam pas parasysh që të krijohet mundësia për ta bërë qeverinë. Nuk e kanë menduar një situatë të tillë çfarë kemi pas në një kuvend ku nuk votohen as mandatet. E thash që ka qenë rasti i parë, precedenti i parë i shënuar, kur deputetët e opozitës nuk pranojnë t'i marrin, ose qoftë ka mundur të ndodhë edhe këta të pozitës, po të ndodhë mos të marrësh mandatin. Po vazhdimisht nuk pranuan t'i marrin mandatet. Po. E përmenda edhe më parë. Do të thotë kërkesa e tyre ishte që të dorëhiqen nga pozitat dhe më pas të rëndësishme ka qenë të merren mandatet. Pastaj kanë mundur të mos lejojnë qeverinë, mos të lejojnë të shkojnë një hap tutje me propozimin e emrit për kandidatin e kryetarit të kuvendit. Kjo ka qenë situatë krejtësisht tjetër, situatë e re, kur ne kemi një legjislaturë të re që është në detyrë. Por këta se kanë kaluar as fazën e parë, do me thënë nuk kanë votuar as veten. E logjikshme do të ishte ta kalonin votimin edhe të pranonin mandatet e reja, pastaj të bllokonin. Nëse kanë pas të nevojshme, mos pajtohen me këtë pjesën pse këta nuk kanë dhënë dorëheqje, ose disa prej tyre, sepse unë tashmë e di që ata gjithë kanë dhënë dorëheqje. Ministrat, kryeministri... Po vazhdojnë të jenë në zyrat e tyre, edhe për kundër asaj që... Absolutisht duhet të jenë në zyra, sepse këtë e përcakton Kushtetuta e Republikës të Kosovës. Nuk guxon të kemi vakum institucional. Nuk kemi vakum institucional, për shkak se nuk mund të kesh 2 pozita. Absolutisht nuk është 2 pozita. Je kryeministër në detyrë, ministër në detyrë, me kompetenca të kufizuara, dhe ti kalon në kuvend ku bën betimin si deputet, ka mundësi që brenda të njëjtës seancë kaloj edhe qeveria e re, e pastaj aty e tutje me propozimin e emrave të ri për ministra, këta deputet të zgjedhur automatikisht duhet të braktisin pozitat e deputetve. Kjo është një momentum tjetër. Që në votim ishim 52 vota, do më thonë nuk u arrit të kalohet për shkak se nuk ishim votat që e nevojshme. Si mund të presim nesër situatën në kuvendin e Kosovës? Tash partia në pushtet ka arrit të siguroj numrat për votimin e saj, po ashtu për formimin e qeverisë, për votimin e kryetarit të kuvendit, sepse janë çështjet e cilat duhet të procedohen që të gjitha nesër. Të lasha pse ka pas 52 vota, unë mendoj për shkak se komunitetet nuk kanë qenë fare në sallë. Është krijuar edhe kjo situata tjetër ku me aq sa jemi informuar, ata s'kanë qenë në sallë, kanë qenë në bife dhe nuk kanë pritur që diçka po votohet aq shpejt ose në atë. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë brenda. Disa prej tyre nuk kanë qenë fare, sepse kështu edhe u interpretu, tek kur kanë ardhur dhe kanë kuptu, një pjesë prej tyre e kanë kuptu që diçka u votua, por çka se kanë kuptuar dot. E tham edhe disa herë të tjera që do të mund të kishim dyshime potencialisht për deputetët e komuniteteve që kanë qenë prej fillimit jo shumë dakord me qeverinë e re, por jo për bashkëpunëtorët e qeverisë kurti në mandatin e kaluar, sidomos për zonin Emilia Rexhepi ose Elbert Krasniqi që ka qenë bashkëpunëtor i zotit Kurti dhe që ka bërë qysh parafutjen seancë për gjithë gazetarët të qartë që do ta jep votën në mbështetje pavarësisht pozicionit që do ta mbajë ose jo në qeverinë e ardhshme. Domethënë kjo ka qenë
goxha shokuese për gjithë secilin, pastaj kur i pasi diçka u votua atë nuk e kuptonim se si nuk u votuan as secili prej tyre ka pasur përfaqësuesi në komision. Po pajtohen plotësisht, në komision kanë votuar gjithë, madje edhe partitë opozitare kur kanë shkuar në seancë kanë ndodhur që lajthitja që s'kan votuar. Sa ajo normalisht se hidhet në votim pas. Absolutisht, prandaj unë nuk e mendoj që duhet fokusi dhe kritika të shkojë tek grupi që ndoshta edhe kanë pas huti ose amulli se çka po votohet, por tek pjesa që te pjesa e parë marrjes së mandateve është dashur të ketë një dakordim në mënyrë që mos na sillnin në situatën konfuze në cilën na sollën e pastaj edhe në reagimin ose përgjigjen që presidentja u obligua ta jap sot, por megjithatë ka qenë një qartësim jashtëzakonisht i mirë i situatës në frymën kushtetuese në mënyrë që të mos bllokohen proceset. Gjithashtu ishte për të vlerësuar që zonja presidentja e Republikës Kosovës ka gatishmëri të i pret të gjitha palët nëse kanë konfuzitet tutje, në mënyrë që të gjejnë rrugën përpara dhe të vazhdojnë me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, pastaj për qeverinë ne do ta shohim a i kanë numrat apo nuk i kanë. Problemi ishte mendoj që brenda këtyre 24 orëve kanë arritur të bëjnë negociata, dialogojnë më shumë me palët që të sigurojnë votat, për shkak se dia u panë qartë, edhe përçarjet nuk jam mirëtare asaj, po unë mendoj që në momentin që qeveria u panë dorëheqjet e tyre, se fillimisht kishte dyshime që nuk i ka numrat, prandaj nuk po japin dorëheqje, duan të rrinë në zyra, që nuk ka ndonjë farë logjike. Po që ndodhin në momente fundit dhe publiku është bërë në momentet e fundit kur është parë që ka nevojë për ta parë si letër, sepse është jashtëzakonisht e qartë që ata janë në detyrë, sepse mandati në momentin që bën një qeveri 4 vite në zyrë, pasi që jemi në fund, a mund presim nesër edhe zgjedhjen e Unë mendoj që do ta kishim sigurisht nëse të i kaluan këto diskutimet. Po, unë mendoj që do ta kishim edhe në seancën e kaluar, kjo ka qenë edhe pak jo afekti që e panë të nevojshme të votonin e të ndërprinin seancën aty, sepse e panë që këta kanë dhënë dorëheqje dhe i kanë të siguruar tashmë numrat, madje edhe frika që për lëvizjet potencialit të deputetëve të opozitës i ka shtyrë që të reagojnë në afekt edhe ta ndërprisin seancën, edhe po mos i kishte qeveria numrat, mendoj që i kanë bërë favor dhe kanë bërë autogol opozita në momentin që i kanë krijuar hapësirë edhe për 48 orëve, sepse kjo ka qenë shkarje totale, ata vetë i dhanë hapësirë për 48 orëve që të sigurojnë numrat. Hapësirë të negociojë më tepër? Po, pra, potencialisht nëse ka pas lëvizje ose dyshime ose diçka, i dhanë mundësi edhe 48 orë tjera për të negociuar dhe për të siguruar numra. Se çfarë do të ndodhë nesër, besoj që do ta përcjellim gjithë së bashku, po me të njëjtin interes të kurreshje, unë mendoj që tashmë qeveria i ka siguruar numrat, ne i pam për dilemat që i kemi pas saj përket partisë së zotit Limaj, ata kanë votuar në blok. Krejt çka ka ndodhur aty ka qenë një huti e grupit komuniteteve të cilët shumica prej tyre nuk kanë qenë as në ulësit e veta, kanë qenë në byfe. Zona Ajdarit, falenderoj për kohën dhe analizën.